Kur jemi tek sporti, mos të harrojmë që disa kampionati po zhvillohet edhe Mesia po thot nuk na ka dhuru kërkush, e kemi këtu vet, e kemi këtu në studio Etniki. Welcome back. Mirë se erdhe Etnik. Zena Kastroti do të mirë mëngjesi Edi. Na tjeta të shkoft marr. Mirë mëngjesi o Zena Jaroni, të shkoft marr edhe ty Jaroni. Etnik çush je? Mirë. E kena lënë me qëllim premten këtë javë jo tonën për me pas mundësi me fol mas gjysmë finale. Mas dy lojnave që i pam. Çu shkalove këto dy lojë që dolen jashtë pritshmërive dy jatë. Se çu shi patë pritshmërit? Çu shkam pas 95% që ka bën kampionatin botror. Kjo është një problem të gjysmëfinalet që nuk mundesh mi parashiku. Domethënë mundesh mi aqollu me fat, ama mi parashiku nuk i qyshë parashikon. Po më dhem ka Anglia, po ti qysh si mi hub vet vëlla më dhem. Jo, Anglia mu i mi qysh që hub vet, po vendimet e trajnerit besoj që i kanë nuk Anglisë lojen. Po që kemi po dhe me sot në kitë botror, para gjysmëfinaleve për foli, normal që krejt e kanë prit një finale Francë-Angli, amo rezultoj që në finale shkun Spanja dhe Argentina. Spanja ka unë atje dëshoj me plot merit. Është një prej 4 kombëtarëve të vetme që e ka një sistem të lojës, e ka një trajner, e dinë që kanë me boku të në fush. Është problem të imi mujt një kombëtare e cila ka identitet, ka një filozofi të lojës ndryshe prej Dëshams, Skallonit edhe Tuchel u dali jashtë filozofisë vet, po De La Fuente si këtë u vitu 2-0, si këtë u hub, pa e ka një stil të lojës nuk ndron ato në bazë të rezultatit, as në bazë dinamikave që nga zhvillohen në lojë. I më rëndë për folim njerë për Francën edhe Spanjen. Që desojna të fol, e kina një përshëndetje Liriani, për na përshëndet, që na ka dërgu një fotografi prej shpis vet që rakijat këtu s'po dia marrë bërë. Tu bre. Ato ku ka bo zerët Niki, Liriani. Zerë tha ku ka bo Niki. Atë shefi jonë nuk kena diskutu për fillimit, domethënë këtë vje kampionati botëror ose kampionati evropian. Unë si fan se Reali kam qef që në momentin që so Shqipënia dhe Kosova më shku sa më larg kombëtare që kanë lojtarë të Realit. Fatkeqësisht finalja kemi gjetë për 22 lojtarë veç një lojtar të Realit që më kon Kukurella i Kroajt, avaj që shkoi për neve dhe më son para një karton të kuq. Jo, Kukurella ka një super performancë gjatë gjithë kampionatit. Po thonë inshallah shton pa të kuq, ç'tash. Më rëndësi nuk u bëzë finalën tashaj. Edhe Iliriani, kujna të Iliriani ja urojmë lindjen e vajzës, Ilirian Fordullit i ka le qik Lea vogël, mashallah, urime Ilirian inshallah me krejt mirat. Mirje qëtash, mirje, ka dole. Po, Etnik? Penalem të loja Francë-Spanjë, një gjysmëfinale që ka premtu spektakel, ka premtu një lojtë barabartë, amo një gjysmëfinale që rezultoi veç me dominim të Spanjës. Një Francë totalisht e hub në po për komprit ma shumë për të në? Besoj që të shumë se nuk mujtimi analizu 3 përballet të fundit që i pat me Spanjën. Në 3 përballet të fundit Francë-Spanjë, Franca u kon njëjtë ka edhe në gjysmëfinale. Po besoj që cilësi kryesor që ka pru që dominim Spanja së konë në sfusha nuk më nëjë që ti me Manuel Konen, Rabiotin edhe Chouamenin mundesh me botë dishka kur anaj e ki Dani Olmon, e ki Rodrin, e ki Fabian Ruizin edhe rezerve ki dikon si Pedri. Nuk më nëjë që mundesh me hi me lujt me Spanja që nuk e ki një fantazist edhe pse Franca apat, po do është i më nëjt besnik formacioni që e qëjt diktu edhe me plët drejt, formacioni fitus nuk ndrohet. Po probleme ke edhe të yjet që i ka problemet ke edhe të yjet që i ka Franca. Mbappeja, Dembele, Olise janë 3 lojtarë që ne kemi përmend non-stop. Janë 3 lojtarë që janë kënd pandalshëm, edhe fatkeqësisht për francezët ditën e gjysmëfinales nuk e dita aty në më mirë. Spanja avancoi tutje me plot merit, edhe nuk pat diskutim, ajo pat më shku edhe shumë a thellë qofse Spanja veç e shkon ma sigurt dhe i shkon ma determinuese për me lyp gollin.
Po në momentin që e kanë bërë gollin e parë ata kanë të interesuar veç me menaxhu rezultatin. Absolutisht nuk ka prodhu kur gjë Franca dhe nuk e meritoi kalimin tutje. Te loja Angli-Argentinë ke komplet një histori tjetër, nështë u konë një prej lojnave më adopta ti botërore, për voli deri në momentin që ka bë gol Gordoni. Janë konë 50 minuta të lojë më të mërzitshmet e këtij kampionati botëror, dy ekipe që parimore e kishin ndërhyrë ndaj njëri tjetrit, dy ekipe që lyshin shumë ashpër, u prit një lojë tensionuese edhe për shkak të politikave që kanë këto dy shtete. U prit një lojë tensionuese edhe për shkak të historisë që e kanë kur janë përballë në një tjetrën, tu janë nisë gollës me dorë të Maradonës, të kartoni Kuçi Bekamit. Edhe një lojë që edhe për shkak të rreferit pak nuk arriti mi qetësu edhe mi lujt në suazat normales, po akteri kryesor këtë ndeshje, që se u konë Rodrit e Spanja dhe të Franca, aty ke Thomas Tuchel të Anglia, një prej vendimeve më adopta që kanë papi një trajner profesionist, kemi shti 7 mbrojtësa në lojë, momentin që ka fiton 1-0. Dhe më thonë, historikisht, momentin që te ka fiton së te dhe ki lujtë futbol vetë. Ti ka fiton presion një është kundërshtor, hej duhet me njek topin, hej duhet me njek rezultat. Dush më konë, po, normal. Momentin që te ka hek Gordonin, ato që të boni gol dhe një për lojtarëve më të mirë të Anglisë, këtë kampionat. Edhe i të është Ezri Konsan, për jek edhe një mesueshor tjetër, për shtin Dan Burn, për bën 7 mbrojtësa, për shtin Orelin, ajo është mbrojtës natural. Po për vendos me lujt mes fush, naturalisht në informacion tonë, në ekip tonë dhe për 11 lojtarëve i kia 7 mbrojtësa. Edhe nuk e kalun më me Meksikën, se ka bot njëtën lojë edhe me Meksikën, ama kur ka lujt me Meksikën nuk konë me një lojtar ma pak. Edhe një sen tjetër që Meksika ka, aty në kranë nuk u konë Quinones më, po u konë Lionel Messi. Qose të lojtarit më të mirë në histori, i ka jalen 30 minuta të pashka, që ai me krosun zonë, dije që ai 3-4 herë një gjetë kryt pas lojtarit vetë. Po dështin 7 brojtësa në lojë. Tubi, bëj ke 4-4 lojtar. Tuba atje leke thot. Mund është të mi mshel 10 lojtare në 16 shatona, edhe më thonë unë e qëto kam i majtë për 30 minuta, jo me Argentina. Mund është mi bo me çdo ekip tjetër këtë kampionat botëror, që ose bën me Spanjën kisha pas sukses. Po me Argentina Argentina është ekip që ose nuk kimja jap gollën të përgabim tonën, ai ka me ta gjetë me gjak. Është ekip që janë gjendje milon shpirtin fush për kombëtare. Është një prej ekipeve më luftarake që kanë po ndonjëherë. Nështë për ka kualiteti i futbollit i vetëmi person që nxerr Argentinën është Lionel Messi që ka kualitet. Ta ka e tjerë janë që luajnë me zemër dhe shpirt. Po. Blej apartament me kredi në fshatin e Gjelbër me 5.000 euro pjesëmarrje. Mundësi financimi me BKT Kosova deri në 25 vite. Pa hipotek shtesë dhe me norma të favorshme interesi. Përjetoni një standard të lartë dhe kushte ideale për një jetë brenda një komuniteti të organizuar dhe hapësire të Gjelbër. Investoni në një jetë më të mirë. Investoni në fshatin e Gjelbër. Tuchellin e kam pa gjatë vitit kalun që ka përcjell gati çdo lojë Premier Ligës. U konë edhe ish trajner i Chelsea. Edhe ka punu me Enzo Fernandez, lojtarin që buni gollën e parë. Shumë i mirë ideali. Nuk mund është milion Enzo Fernandez me të shujt 3 herë. Jo se nuk ka të shujt Moha i Meksikës, ka të shujt Enzo. Ai të shujtin e parë e qiti jashtë, që ke shumë afër gollës janë pjesë parë. Shujtin e dytë e priti Gordoni. Po. Edhe te apet Pilan thot me të shujt Enzo piqase e pozitës. Te ka shoqa tenton ai po. Problem, mesit krosë ke këtë kohën në zonë. Po. Kur ti shtin 7 mbrojtësa, do mi shtit gatan. Deri ato para pa që kundërshtari ka do me lyt me krosime, edhe nuk ka dishkare. Argentina edhe me Zvicrën, edhe me Egjiptin, momentin që të up Messi veç u marrë dhe u dol ka kroja gjatë. Edhe pi kroja gjatë dhe ka organizu totalisht lojën. Ti mund është me marrë gol si Enzo Pislerti, mund është me marrë gol me Kom, mund është me marrë gol me Gjyksbër, mund është me marrë gol edhe pi penalit. Ti ku ti shtin 7-8 mbrojtësa në lojën 16 që ti mund është me marrë gol veç me një mënyrë, me kry. Po. Argentina është ekipi 3 më i shkurtë i këtë kampionat botëror. Anglia është një prej ekipeve me mbrojtësat më të gati i kampionat botëror. Edhe pëqohet për ta bën gol lojtari që në fushë lojtari më të shkurtë apat veç Messin. Pe hin mes John Stonesit edhe Ezri Konsas. Po. Për të bën gol me kry. I John që aty.
Edhe jo, ka orë shumë topi, domethënë. Po, unë thash tu ja qit Messi. Si me as në PlayStation më mirë s'kish ditë mja qit. Pa Jet Spence ka një prej se një fakt tjetër interesant edhe që nuk kam pa dhe më sot është që ose ki një ekip fituese dhe në gjysmëfinale edhe që është në gjysmëfinale i hek 4 startues edhe lund me 4 lojtarë që janë lojtarë të rotacionit. Morgan Rogers e ka një lojë startuar për Anglinë. Edhe startojnë gjysmëfinale. Pa i boni assist, është okej. Jet Spence pat një super performancë me Norvegjinën dhe ka pas një botëror të jashtëzakonshëm, startoi edhe ke më i mirë në fushë për Anglinë. Ama i ka startojnë edhe me Reece James, cili është një lojtar super kualitativ, po lëndimet i ka ekstrem të rënda, një lojtar që nuk ka në formë po edhe me Argentinën. Edhe Ezri Konsan, që u ko një bështyllave kyqet të Anglisë, kampionat botëror, i ka lënë rezervë për me startu me John Stonesin. John Stones i cili erdhi rëndë me lut veç për që e mund karton të kuq Konsan loj me Meksikën e luti me Norvegjin. Domethënë, Tuchel kur vjen në Angli, edhe kur shkojnë trajnerë të tjerë në për Francë, në për Spanjë, në për Argentinë, ata shkojnë për çit presion. Ata shkojnë për çit lojë, shkojnë për gjysmëfinale. Anglia me mua ty si trajner shkon deri në çajfinale, deri në gjysmëfinale. Problemi është që çato ti duhesh më të kontroll ekipin. Unë nuk mund ta mi kuptu një Argentinë që nuk e të prodhu kur gjë heq, 50 minuta loj. I vetë me rrezik u kon shujti jashtë Jancës, që ardh pi 30 metrave. Një Argentinë që nuk mund kemë shku deri te golla Anglisë, që tentoj kemë shku, nuk mund kemë bua aksion. Njëtë ka edhe Anglia nuk e më mirë. Definitivisht loja bashkë tamam çka tentimi Enzos për shembull, tamam si më thonë me të parën, dytën, tretën golla, e kanë ditë saktë çfarë domethënë. Nuk është hera parë që bën këto. Njerëz kanë pa lojën Holland Argentinë që një për lojën më tensionuese në historinë e futbollit. Po. Është minuta 93 besoj. Enzo njëjtën shot ta bën, i njëjtë rast, Messi e merr topin pi kornës, del korneri i shkurtun, i vijnë ndërlojtarë gjen Enzo jashtë dhe shujt. Edhe këtë vinë si pasojë presionit edhe ngarkesës psiqike të lojtarëve. Saktësisht e din çka nga doin me bo. Jo kështu pa hiri. Çelloj çfarë. Nuk është diçka që i tha Enzo sa da provo. Ata dinë çka ka bën. Domethënë nuk e upte lojën në gjysmëfinale të botërorit, as në finale për çaj tjetër ka kualitet më shumë se te. Te lojën u për shkak ngarkesës psiqike dhe presionit që e ki. E çdo dyja duhet mi menaxhu trajneri. Fiks. Nuk mund është mi shtini mbrojtëse në lojë, edhe mi thonë Bellinghami të Rekenit edhe Sulmanit tash. Jo se si që kesh, momentin që ti të ushtim mbrojtësin loj, i ka jep mesazh që ka do më mbrojt. A din shaj thot kjo për kundërshtarin nuk ka shka up mo. Jëm ka tut në. Lojtarët e Argentinës ja ka nisë me ngojt 2 fish më shumë momentin që u i Ezri Konsan loj. Jo për që ka lënë topin Anglia, se Anglia leke topin edhe ndryshe. Po problemi është që ja nisën mi nuhat gjaken, ja nisën mi nuhat tutën që ndua pas. E nuk i nevoj mu tut kërë të vitu 1-0. Edhe i ka fiton 1-0 jo për meritonë, se Anglia patëm edhe jarë, nuk boni dishka ma shumë se Argentina. Për fatin e tëjnë e gjetën gollën, edhe mujti me menagju shumë ndryshe, kam bank rezervë emër si Kobi Majno që mundet me inë me sushqeve. Edhe jetë ndërsoni ke me karton të verë. Edhe jetë ndërsoni ka marrë një karton të verë shumë herët, që masnej e pa mundësej kemi bo disa ndëryrë që u duke mi bo. Ka mujt me hi Madueke, ka mujt me hi Bukayo Saka. Unë nuk e kuptoj qysh Madueke nuk e ka lujt as i minut, lojtarë që kanë startuar shumicën e kohës të Anglia. Saka dhe Madueke kanë në krajin e djathtë sulme që kanë startuar për Anglinë, varësisht pilojnave. Asnjëri nuk e ka as një minut në gjysmëfinale. Ivan Toni i pat minutat e parë të botrorit kur jini me lujt. Eksperiment ka gjetë me bo eksperiment me Argentinën. U ja nisi mu tut, nuk i nevoj mu tut. Ka kupton se Anglia nuk është një ekip që e ka fitu kampionatin botëror 2-3 herë rresht, edhe ta mbrojë që të rezultat se nashta se fitoj mu. Ti një ekip që rënë gjysmëfinale historikisht. Po. Pini mund që në gjatë të gjashtë ti s'ki fitu, për që s'fiton asnjë nuk bëhet nomi. Del luj futboll. Ai nuk ka më luj futboll. Sa vjet vjen? Pi gjatë të gjashtë i bie 6 sa pi vjet 60 vjet. 2026 është tash, që 60 vjet Anglia nuk u kon në finalet kampionat, nuk ka fitu faktikisht kampionat botëror. Mendoj që një gjenerata Anglisë, kom thonë edhe më herët e kena diskutuar edhe këtu, është hera parë përse që e majnë manë unë një Angli që e dënë lojtarë për foli që e dojnë më shumë fitoren se që kjo gjenerat nuk ka pas. Një lojtarë që një konë gjendje me dek për Anglinë, të janis pi Bellinghamit, pi Kaneit, edhe pi shumë tjerëve, po vendimet e trajnerët e prunë këtu ku është, një
diçka që s'bën më harru, është kjo që i ka shah dhe tim foto, është Messi. Po. Messi është çdo fjalë është e tepër domethënë për to. Unë atë kena po sherrën se ne jemi me Realin. Amo ja të fol për një lojtar që kur ka hup penallin. Una a din edhe pse se du Messi. Jo veç pse u kon kundërshtar i Real Madridit, kështu ti përkushtun maksimalisht tuti shaj kanë bo, po veç nuk e du për shkak se është dal në kohën e Ronaldos. Fatkeqësisht për mua ty. Po. So do është këme egzistu iq. O do është me, qëta shenez o do është këme dal. Për mi u po, tamon, mi shiu edhe na. Jo na mi po me urrejtje. Na, kena po, unë nuk e një vogël e kom po me urrejtje, se te fëmija dhe thu shamboni, se nesër ki me shumë klas më përball me fansat e Barcelonës. Amo kur ja nis lum futboll vet, kur e bën një mosh caktuna dhe shesh ka ato botu star vitës unë e bën te ato sa. Kjo bën më dukshëm thjesht. Nuk ka që thjesht futbolli sa bën Messi më duk. E lun shumë. Është ekstrem i vështirë futbolli, nuk është shumë i thjeshtë që bën Messi. Edhe jena të vol për një lojtar që ja kanë kallë në rresën e Argjentinë. Jena të vol për një lojtar që kur ka u penallin me kilin janë dalë fansat e Argjentinës që kanë thënë kur si më vonë me i madh se Maradona, ka Abdurrahman i kombëtarës. Po. Ka dalë të kujt ka thënë shton rreme me fitu me Argjentinën. Messi ka luajt futboll deri më sot e ka luajt për botror, edhe me fitu me kombëtarin e vet. Sa Messi futbollin e patkry më tek ka klubet. Patkry edhe nuk ka pasur me provu më. Edhe më artë të piqa se fazës, ku kjo Abdurrahman me kombëtaren. Për shkak të presionit, për shkak që ty nuk dek e vendet, më ardhe dhe mi bo kitë performancë, që ka bën kitë botror. Është e jashtëzakonshme, i ka 40 vjeç që ka lunë si mi pas 20. Nuk ka as 2022, kur ka fitu botrorin, Messi nuk ka performancë më të mirë se ç'tash. Çdo gol që vjen pi Argjentinës, çdo aksion që niset pi Argjentinës, vjen pi Lionel Messi. Aju përball me Elliot Andersonin që bën 140 milion që e blejnë këta angles me shifra stratosferike, u përball me Harry Kane, një prej pretendentëve për topin e art, u përball me Bellinghamin, lojtarin më të mirë të Anglisë në kampionat botëror. Nuk muin minal. Normal. Ke i deklarata Gary Neville, legjendës Unitedit, ka edhe Roy Keane. Edhe kanë të diskutuar ata qysh Messi mundet më majt man marking anglisht i bjem i majt 1-1. Domethënë veç i thu Fidanit maja Edin edhe Maran. Edhe Roy Keane ju çeke keshke dhe kem fal zotni që 20 vjet e provojnë këta mi majt Messi 1-1. Nuk mohat Messi. Ti shka mundesh mi bo Messi tosh me smja papsinën që ai me lujt. Qysh si jap papsinën Messi tu majt topin ti, tu ja jap topin Messi. Messi ku të jap topin te veç duhesh. Mourinho ka deklaratë më mirë, Mourinho dhe ke punesha 2 javë ditë, 3 javë ditë para Klassikos. Me Sami Khedira, me Xabi Alonso, me Pepen, bile ka pas raste edhe më kur Pepe ka luajtur me sushor defanziv. Për mi majt Messin, mbrojtësi i qendrës, po luajt defanziv. Edhe thotë ja nis ke lojën, ne kisha 3 lojtarë që janë në plan që shminal Messin, minuta 13, veç ku ti shesha 30 mas Messin para gollës. Nuk mundesh mi majt Messin. Messin e mund ndryshe, Messin e mund tu kontrollu topin ti. Messin e mund të mos jap hapësinë me krosu. Ju momentin që i vjet topi, Messi ti s'kisha kontrollon më atë. Jo. Të thonë dosh mi piskat para se mi thyj ato. Po, ku ta thën ti nuk isha i bën më. Bekim Maçi po thot mirëmëngjes i Edi, mirëmëngjes Bekim edhe Mira Haxhiu, po na thot mirëmëngjes me një kafe. Mira, mirëmëngjes. Si je, a je mirë, a ke ardhur në pushime, as ke ardha. Tash ka bëbot, tash në to lojë që kanë met aty. Me koni e tash. Shtunën që. Tash e me Spanjë. Se kom zër. Jo, nuk ka çajë më kon me Spanjën, se janë 8 lojtarë të Barcelonës aty. Shtunën kam luajtur loja për vendin e tretë, për mua është loja ma nuk e do kërkush këtë. Shtunën finale. Po ne kam do të për vokush me kampionatit botëror, nuk kanë gjë si kompeticion. Jo, shtunën kam luajtur loja për vendin e tretë, luajm Francën me Anglinë. Është një prej lojave më të kota që ekziston, domethënë një lojë për vend tretë, një lojë që s'do kërkosh, nuk e do as Franca, nuk e do as Anglia, nuk mujim na mi vetë çta shton kur shkon vendin e tretë 2010-shën, se di, vendin e tretë 2014 nuk e di, fituesi mod 19 që ai që është në finale. Dillen mas shtunës mi vetë kush fitoi prom s'kan me ditë. Ajo, e dillen mes Spanjës edhe Argjentinës. Për mua kurdo që fiton nuk ka mirë. Marrën si Donald Trumpi kam i çu kupën. Jo, Trumpi e çon kupën, po zia jep këtu në Spanjë, se ai ka punë kryeministrin e Spanjës. Spanja dhosh pro Palestinës, domethënë Spanja ka zbulu Amerikën. Po, kredi kanë bërë spanjoll. Po, spanjoll të kanë zbulu, ai u kon spanjoll, ai zbulu si Amerikës.
Tash edhe para gjysmëfinalet edhe finalet çuna parashikon, po një përparësi që ka Spanja është arsyeja që tash ka një trajner, edhe ka një sistem të lojës. E di jam i sigurt që De La Fuente nuk ka mi bo gabimet që ka bo Thomas Tuchel. De La Fuente këto mujt Francën 1-0, ekipin me sulmin më të mirë në botë, ekipin që u krahasu me Brazilin e 2002-s. Po. Edhe shka beke Enrico Jarzaballin është ke Ferran Torresin, një zëvendësim krym sulmus për sulmus. Mbrojtësin e parë që e ka shti Spanja, në atë lojë kohën Marcos Llorente mbrojtësi krahë djathtë që u ndru me një mbrojtës tjetër. Nuk e shtin një mbrojtësin e pestë, asgjë ashtin, sot mos e bët shtatin, se ku të mshel është e ekipit, na mu bo 10 vetë, që të me në mshel 10 vetë në 16, që na i bojmë një gol 2 së që varë, të pa bo për 30 minuta. Se shuisim dikur e bën, se së ka delaj. Lodhen ata në alëshojnë vetë. Spanja nuk e bën, Spanja ka dhe një sand keqed, sand keq për kundërshtarin, se për ta është shumë mirë, cellen topin shumë. Ata të lodhëm si që kesh. Dhe më thonë, den 40 minuta, 50 minuta të janë rregë. Dhe më këtë bot minuta 70, çdo lojtari ka 8-9 kilometra që ka ngajt. Janë ka afrohen minutat e fundit. Edhe ku ta shet e Rodrin edhe Olmën, të t'i bo 10 pasime me 1,4 m, thunë, nga ma dhe shonim ka vime shku t'ju zhaka, a preke topin e komën tonë, pa ka rëndësi. Të shonim bo një ndërhyrja, e veç që gjunë topin e me e kilon apsinën, thotë. Dhe më thonë këta të lodhen, si me zonë peshi. Këta të lodhen shumë. Zonë peshi. Këta të lodhen, e kena pa Michael Olise, një për lojtarëve më të qetë që ka bojnë ndërhyrje për karton të kuq. E kena pa Mbappen që shoh çdo lojë u provoku non stop, sidomos finale me Argentinën kur u kon 2022-ën. Shkoi për tjerët Spanjës me 2 durë ke Karzan. Po. Se të lodhen, nuk e kanë këta për që dojnë me bëj garë me ty, ta veç të lodhen. Çfarë sistem të lojës e kanë. Që kjo është një përparësi e Spanjës. Po, që kjo përparësi, nonën tjetër ku ta kill Lionel Messi pas nej, është e barabartë. Nuk kam parashikim për finale, që ose e merr Messi apet për mu nuk ka, nuk më që Messi duhet me marrë dhe i kup botës për me kallëzu që më i mirë historisë. Ja, e ka kallëzu. Ai që ose merr dhe i kup botës, thjesht kam i marrë për ato që mi kalu Maradonën, për kaj kup. Po, i ka pretendime, përmdaj, ka të mira tjera. Spanja ka një gjenerat tortë shumë. Po nuk ka të pas mu emna ta mën bashkë, për shembull ka lojtar, super lojtar sa dush, po diqysh tash nerte kanë çu punën Messi me Ronaldon, sa që është problem me arrit dikush. Unë e kanë kampionatin e 2018 që dëmon man. Kampionatin e 2018 që dëmon man, botëror, që dul Kylian Mbappe. Po. Tash që se ti çat vet kisha thonë në ty, që një lojtar si Mbappe që i ka 17 vjeç, 18. Ka mi bo 27, s'ka me pas as Champions, as toptar, të më kështë thonë ku shjeti, si shka i ka volë, si e këzverda. Si shka i ka volë, si. Shka vla për zato, a ki beqë dja. Po. Të Mbappe i ka që 27 vjetë që pa fitu toptar të Champions League. E ka pas kanopin e shkurt. Tash qëto probleme që pëthoj mi mri nivelin e Ronaldo se të mesit është. A bet në është dhe Ronaldo si bën dikush 5 topatar, pa foli për sukses, jo për konsistencë. Ta sqarojmë, konsistencën e Ronaldos, edhe të Messit nuk besoj që ka më shku për mi mri dikush. Një konë dy lojtarë që për 18 vjeqeve dejnë 40, një konë mojat futbolit, nuk e mrin kërkosh. Edhe dytë për njerë. Dytë për njerë, se të shonë një vetëm, kërdik është bëknaj. Po përgjekon për njerë, këj ka 5, ai ka 8, këj ka 5 champion, sa ai ka 3. Pra ti shkon vetëm i kish marrë dhe të këti. Po diskutem. I shkollom shkej. Aja nuk do të diskutem. Ky Mbappe, çfarë përdojnë o djali Dides portierit? Mbappe ka nonën të Algjerisë, babën e ka të Kamerunit, pasaportën e ka franceze. Po thonë që në Francë, kur ka lujt 98. Pse për përngjojnë, a? 98-ën kur ka lujt Brazili, diçka i shkon zhduk Dida di kanë Francë. Dida u shkon Francë. Se kishin pas gjet. Po. Edhe po thonë që babën e kish pas në Kamerun këto. Ai kish pas burrin në Kamerun edhe Etnik, përshëndeset, falenderoj shumë për këtë info. Edhe urojmë që fiton më mirë. Gjithmonë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj të gjithëve miqtë mi të dashur për kujdesin që kishit ndaj nesh. Mira po thot javën tjetër ky smet edhe Vatka Kasapulli nga Norvegjia na përshëndet, na thot mirëmëngjesi. Gjithashtu Dida Poilerian, Poilerian, e vërtet. Dida i keq. Duke falendruar të gjithë partnerët e mi dhe të gjithë juve dëgjues e shikues kudo që jeni në mbar botën shqiptare. Unë përshëndes e falenderoj Andem Agusholli, ëmbëltor nga Peja në Gjakov, fshatin e Gjelbert, Hoffman
me këto super produkte të cilat nuk i morët, s'dashtat me thirr mi marr, qysh me tonën. Neptun Kosova, Neoplast, edhe të gjithë juve që ishit me neve. Pra, me se mi të dashur, pa që një weekend super të mirë, shimi të honën me gjonat mira, me gjonat bukra, edhe kupen kena mi pas këtu, edhe të honën dishka kena me folën, me siguri pakës, polim edhe të honën dishka, edhe ju dënë shumë Edi i Catch. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Musike. Ama mirë këtu, a atje.